Jo, ato që janë shumë vonë nuk i ndjeki. Len herët. Po, normalisht. Po, të që lujnë ora 2, për shembull, ose 3, shumë, ato nuk i ndjeki, nuk kam interes me shiku bile. Po, këto që lujnë gjatë ditës, gjitha i ndjeki, i kom pa dhe gjithë favoritët, edhe me të vërtet ka pas shumë gola këtë botëror, s'kam pa... Qënë fast grupeve? Po, qënë fast grupeve, 5 gola, 4 gola. Kjo është një turnej që të zhvillu shumë intensiv. Kë simpatizon nga ekipet kombëtare? Unë Anglien, se jam tifoz me Manchester United edhe... Qëtë ko kam një. Do e dilje nga koltuku këti, se profën e keme me Anglien. Aje, edhe profa është me Anglien. Po. Unë e them se si vjetë mund tjetë viti Anglisë, pa diskutim, sepse ata vetëm mund të kenë frikë vetën nëse mund dështojnë. Se e kemi pas në kualifikuse edhe është skuadër shumë e fortë. Kur i përmend kualifikuset, ishim shumë afer, Ylber, si me Shqiprinë, ashtu edhe me Kosovën, për një kualifikim të mundshëm. Me Shqiprinë u eliminuat në gjysmëfinale nga Polonia. Sa është edhimshme për një futbollist një eliminim i tillë, thuaj se 2 ndeshje larg një kompeticioni si që është Kupa e Botës? Shumë, se ato ndeshje nuk vinë shumë shpesh, edhe unë tani po bëj moshën, po shkoj drejt moshës, inshallah kam rast edhe një botëror me provu, po atë me të vërtet ishim shumë afer, se edhe ishim me rezultat 1-0, edhe ne gjithë po mendonim se nga pankina thoshnim ta bëjmë golin e dytë, sepse do bëhet më e vështirë edhe ndodhe që u bë më e vështirë. O shumë e dhimbshme edhe për Shqipërinë edhe për Kosovën, se qa po shof ndo ndeshje këtu, ne jemi më të mirë, po pak fat. Pak fat. Okej, duke e por potencialin e